nëse njerëzit mund të zëvendësohen nga robotët në vendet e tyre të punës? Nga robotët në vendet patjetër. Po jo të gjithë njerëzit, se pyetja ishte shumë kështu njerëzit. Ca njerëz si Për shembull, cilat profesione mendoni ju se mund bëhen më mirë nga robotët? Njëherë profesionet shumë të rënda, e dyta profesionet shumë të mençme. Shërbimi me njerëzit nuk më duket se tjetër është gjentileca e njeriut dhe tjetër është një robot që të vjen kështu si krijon një. Për shembull, gjëja më e rëndësishme është shëndeti. A do kishit ju besim te një robot mjek? Patjetër. Do kish. Po nëse do dilte të investonte një gazetar robot? Gazetar robot? Noshta, nuk e kam në këtë punë, po masi dhe gazetari, si ai projektuesi i këtij pallati, për fund punon për para. Dhe mund ketë kompromituar, Po në sektorin e shërbimit. kurse roboti është shumë më vështirë të kompromitohet. Për shembull në sektorin e shërbimit, nëse do t'ja shërbente kafen ose ushqimin. Ja, nuk do kishe pas qef. Tjetër është. Delikatesa e njeriut, deri tashti s'kam pa robot ke delikatesi njeriut. Njerëzit mund të zëvendësohen nga robotët në punë. Mendja s'ma merr, pastaj kishë merr vesh Për këtë. shembull, si do ndjehesh nëse në mëngjes nuk pjes kafe me një kamarier, por një robot? Jo, kam qef nga gocë, Por nëse nga merr kamarier, jo, pse du nga hekrat. Çfarë pëlqen? Çfarë ndryshimi ka nga kamarieri? Kafe është. Jo, po dorë që ta servir. Nëse është më mirë duas. Hale. Mund të zëvendësohen nga robotët në punë. Si që po vjen këtë dinjëllik, ka mundësi të zëvendësohen. Si do duket? Sepse njeriu është qenia më njerëzore dhe më njerëzore. Më thonë njeriu bën kaq të qia, se luftat njeriu i ka bërë si ka bërë. Kështu që themi mund të zëvendësohen shumë kollaj. Cilat profesione mendoni që janë më lehtë të zëvendësueshme? Shiko, po hyni roboti, ka një program. Unë kam qenë vetë mekanik. Dhe u kam bërë për shembull hekurin që të këndoj. Kam marrë pjesë hekra edhe kam nisë. Si që është motori makinës. Kështu që dhe roboti i bë të gjitha, po të veshmen të shoh ke raste ke këto eksploret, shoh mekanizma të çuditshme. 1/1000 e sekondit mund bëjë roboti. Njeriu se bën. A do kishit besim te një mjek robot? Edhe kam edhe s'kam. Pse nuk keni? Sepse i hikën korrent edhe Po nëse në vendin tim do të ishte një robot, një gazetar robot, a do kishit ndaluar ju? jo. Sepse roboti është i formuar ka njeriu. Njeriu i ndalojë, robotet jo. Po nëse kafen e mëngjesit do t'ja shërbente një robot. Nuk e du. Cilat profesione do pranonit që t'i bënte një robot? Ju a thash pra. Mekanikun. Po pra. Roboti hyn kudo. Po nëse roboti është programuar për një proces të caktuar, do aty pa dashur. Është tjetri me procese tjetër. Është tjetri me procese tjera. Tjetri, më thonë roboti mund bluj edhe grurin. Ky e sit, ky e bën magje, ky e pjek. Vendet e punës. E si qëfse njeriu ngel njeri nga ajo që e dallon nga gjithë qenet e tjera, mendoj se jo. Po ka procese pune që historikisht janë automatizuar, do automatizohen. Më mirë një robot se sa një njeri. Po punët që duan për shembull më shumë përqendrim, punët mendoj unë që janë rutinë, që janë më pak kreative. Si do të duket ty nëse tani në vend nuk do ishte një gazetar, njëri që do të pyese, por do ishte një robot? Do ndaloja? Po pyetje me vend. Jo, nuk do ndaloja. Aso do veprimi me njerëz ka më shumë vlerë. Edhe si shoqëri ne në Shqipëri ose mbase kudo në botë kjo mungon Po te një mjek njëshmëria. robot, a do kishit besim? Ka sot robot përdoren në neurologji, në operacione, kanë në operacionet e syve, kanë më shumë rezultat, por të kontrolluar nga njeriu, jo në mënyrë të pavarur. Atë A mendon se shqiptarët mund ta qasin si gjë një robot në një pozicion pune ose një robot që ju shërben? puna është
gjithmonë avantgardë e sektori privat. Nëse fitimi do e sillte atë, do ta pranosh, sepse do vendosë si proces pune, dikur mund të shihet dhe avantazhet. Pse jo? Faleminderit. Faleminderit. Ditën e mirë. A mendoni se njerëzit mund të zëvendësohen nga robotët në punë? Po, si a mendon, qa pyetje është kjo? Ka kohë që robotët po punojnë. Cila profesione mendoni ju që mund t'i bëjë një robot shumë më mirë se sa një njeri? Të gjitha përveç me hekuros robot. Ose një mjek, doktor, robot, a do kishit besim? Ka vite që roboti bën operacione nga më të imtat, si mund thosh. Po nëse këtu në vendin Hekurosin e robotëve. Kush e bën? Që se bën robot? Kush e bën? Kush duhet ta bën? Njeriu. Gratë. Po nëse në vendin tim do ishte një robot. A do kishin ndaluar? Po do kisha ndaluar nga kurioziteti. Si ndalova edhe tani nga kurioziteti, si që nke shumë vajzë e bukur. Faleminderit. Azat. Njerëzit mund zëvendësohen në punë nga robotët. Gjithçka është e mundur. Cila profesione mendoni ose janë të zëvendësueshme? Normalisht asnjë profesion s'është se kur ke të bësh me njeriu është tjetër gjë, me robotin është tjetër gjë. A mund të jetë një robot më i zgjuar dhe më i rritur Mund të jetë me zgjuar, mund të ketë të gjitha, po s'është njeri. A do kishit besim të një mjek robot? Ja. Po një gazetar robot. A do ndalonit nëse në vendin tim do ishte një robot këtu? Ja. S'mund të ndrohet një gazetare si ju me një robot. Faleminderit. Njeriu mund zëvendësohet në punë nga robotët. Shkenca ka arritur, ka ecur përpara. Mund të arrijë, ka arritur në vende të tjera. Cilat profesione mendoni ju që mund t'i bëjë më mirë një robot se sa një njeri? Po unë kam parë në Itali që shumë vende roboti po e zëvendëson punën e njeriut. Njëkohësisht në këtë sens punëtorët ngelen pa punë. Po shkenca ka ecur përpara, unë e mendoj një gjë të tillë. A mund të keni besim të një mjek robot? Jo, unë tek një mjek robot nuk kam besim. Unë nuk kam besim, mbase mund të arrihet dhe mund të kryejë një operacion ose diçka të tillë. Po nuk e di, më duket e pa imagjinueshme. Nuk kam besim tek një mjek robot. Ka të bëjë me jetën, nuk e di si të them. Ka të bëjë me jetën e një njeriu. Që të bënte pyetje do të ishte një gazetar robot. A do të kishit besim ju? A do të ndalonit? Patjetër që po. Sepse nuk ka asgjë të keqe. Mund të më bëj një pyetje, mund të më pëlqejë ose jo, unë do të jap mendimin tim. Vaj çfarë pyetje më bën. Nëse pyetja më duket e arsyeshme, nëse më duket logjike, do t'i përgjigjem. Po nëse kafen e mëngjesit do t'ja sillte një robot. E pranoj me kënaqësi. Vetëm jetën nuk ja besoni dot një roboti. Jo, jetën nuk ja besoj. Të tjerat po. Nëse njeriu mund zëvendësohet nga roboti në punë. Për shembull, ju a do kishit besim të një mjek robot? Çfarë? Një mjek robot. Që viziton të një robot, jo një njeri. Aha, mjek robot, ja. Pse nuk keni besim? Unë në përgjithësi nuk kam shumë besim ke elektronika, si që ka dalë ajo inteligenca artificiale. Po s'kam besim. Më shumë i besoj ndjenjave njerëzore, se sa asaj artificiales. Kur doli kompjuteri, u qyt kompjuteri i pagabueshëm. Tani ka hakera sa duash, që ndërhyri një familje autist, ndërhyri në sistemin e shtëpisë bardhë. Ai autist ndërhyri atje, si mund të operacion mund të bëjë ai roboti. Nga ta di ai çam zon. Faleminderit. Mirupafshim. A mendoni se njerëzit mund të zëvendësohen në punë nga robotët? A mendoj se njerëzit? Mund të zëvendësohen në vendin e punës nga një robot? Po tjetër po. Cilat profesione mendoni ju që është më lehtë që të zëvendësojë një robot? Pesha. Po profesionet mendore, për shembull një mjek. Ja, mendore kjo.
A do kishit besim të një mjek robot? Mjek robot jo. Po nëse këtu në vendin tim do të ishte Tash një në robot. gjatë i tha një pyetje.